Kontingjenti me 200 ushtar britanik mbërritën në Kosovë për ta përforcuar misionin paqëruetës të NATO-s, KFOR-in. Shtimi i trupave britanik vjen pas sulmit të armatosur ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit muajin e kaluar dhe rritjes së tensioneve në rajon. Zhvendosja e trupave është një hap i matur për të siguruar se KFOR-i ka forcat që i nevojiten për ta përmbushur mandatin e tij në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe për ta siguruar lëvizjen e lirë për të gjithë njerëzit në Kosovë, tha NATO në një njoftim për mediat. Britania e Madhe vendosi të dërgojë trupa shtesë në kontingjentin e saj në Kosovë, i cili ka aktualisht 400 ushtar, ndërkohë dhe Gjermania pritet të dërgojë rreth 150 ushtar në Kosovë. Në prill të vitit të ardhshëm, kështu u shpreh një zëdhënës i Ministrisë Gjermane të Mbrojtjes. Sipas tij, vendimi nuk ka lidhje me tensionet aktuale në veri të Kosovës, por trupat gjerman do të shtohen pas tërheqjes së ushtarëve austriak në kuadër të KFOR-it. Aktualisht në Kosovë shërbejnë 71 ushtar gjerman, ndërsa Turqia, nga e marta e ardhshme, do të marrë udhëheqjen e KFOR-it për mandatin e ardhshëm dhe general-majori italian Angelo Michele Ristuccia do të zëvendësohet nga generali turk Ozgan Ulutash.